Ndodhemi në fshatin Hotiri. Pikërisht në këtë vend një ditë më parë u shënua një aksident i rënd ku mbeten të plagosur 2 të rinj. Banorët kërkojnë që në këtë segment të ndërtohen disa bume me qëllim që shoferët e automjeteve të ulin shpejtësinë, ndërkohë sipas tyre këtu duhet jetë e pranishme dhe një patrullë policie. Aksi rrugor Shkodër-Postrib është kthyer në tmerrin e banorëve të zonës, duke marrë shkas nga aksidenti i rënd që ndodhi pas ditën e së shtunës. Star Plus ka bërë një vëzhgim në këtë rrugë. Tepër të indignuar banorët kërkojnë që shteti të marrë masa në përmirësimin e infrastrukturës, pse jo edhe të ketë patrulla të lëvizshme të policisë. Edhe bumet jam dakord, nëse kalon apo kur të kalojnë bashkisë, si më thonë ashtu, në atë ministerimin tana, duhet bëjmë një kërkesë edhe bashkisë. Edhe për bume, por nuk më duke zgjidhë edhe puna bumit, fort ashtu, mund të kenë ma problematika nesër. Këtë thëmun, menimi jam, por policia duhet jenë këtu se zbanë. I bëjmë thirrje komisariatit, da bjenë policë, se policë ka bëllë. Të bjenë policinë të alanë këtu, kënë rrugë kryesore, të pak të sa të nërgjithësojnë edhe shoferat e njerëzit, që nuk duhet me shpejt. Policia se bën detyrën e vet, as i gjatë tjetër. Policia ka ndër këtë rrugë. Të bin një patrullë policiet, se nuk ka tjetër, domethënë, ma tepër me pron, patrulloj një polici, këtu esin domethënë nuk zbatojnë rregulloren, mu zbatu rregulloria nuk ndodhin të gjana, pra nej, shteti e ka ndër me pron një patrullë policiet, edhe zgjidhet problemi. Të udhëtosh në këtë rrugë nuk shikon asnjë bumë të ndërtuar, çka do të ishte një element tepër i rëndësishëm në minimizimin e aksidenteve. Shpresojmë që kjo kronik të shërbejë si sensibilizim ndaj drejtuesve të mjeteve, por edhe Bashkisë Shkodër, e cila pas marrjes në dorëzim të kësaj rruge të përmirësojë edhe shërbimet në infrastrukturë.